Dy ish banorët e Big Brother Albania, Loredana dhe Jozi vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes edhe pas përfundimit të spektaklit, këtë herë për shkak të një betejë virtuale që ka ndezur rrjetet sociale. Gjithçka nisi kur Jozi publikoi në Insta Story këngën e tij të re, duke e shoqëruar me një mesazh që shumë e lexuan si thumbim: "Lyp ku të duar se më mirë zgjen." Ky postim u interpretua menjëherë si një referencë për Loredanën, pasi vetëm pak ditë më parë ajo kishte pranuar në emisionin Shqipëria Live se Jozi ka qenë i vetmi partner që ka pasur gjatë këtij viti. Reagimi i Loredanës nuk vonoi, vetëm disa orë më pas, ajo publikoi një foto të re në rrjetet sociale me mbishkrimin: "Lojrat e tua tregojnë madhështinë time, të fala të dashurës", një fjali që shumica e ndjekësve e lexuan si përgjigje direkte ndaj mesazhit të Jozit. Ky shkëmbim publik mes dy ish-banorëve është komentuar gjërësisht në rrjet, ku fansat janë ndarë në dy kampe. Disa mbështesin Loredanën për qëndrimin e saj të qetë, por ironik, ndërsa të tjerë shprehen se Jozi po përdor situatën për të promovuar projektin e tij muzikor.